dhe do të vazhdoj kështu edhe për 3 vite të tjera, derisa të bëhet të arri kuota 40 vjetërsi pune. Për të dy e gjinit? Për të dy e gjinit. Mosha, për dalë në pension për femra, do shtohet edhe nga 2 muaj, derisa të plotësohet në mëntari mosha 65 vjetë si për burrat dhe për gratë. Në atë moment, do fillojnë të rritet... Për llogaritet të dikut e 2032-shi? 2032-shi, vazhdojnë pastaja deri në 56-ën, që mosha si për burrat e për gratë do të arrijë 67 vjetë. Kështu parashikohet sipas ligjit aktual. Nëse do të ketë ndryshime, pastaj është tjetër gjë, për ashtu se ka disa skenar në lidhje me ndryshimin e skemës sigurime shoqërore, ku parashikohet edhe rritja me ritme më të shpejta biletë moshës për të dalë në pension, për atë mos shkoj deri në vitin 2056, por të dalë më herët, parashikohet deri nga viti 2036 të dy gjinit të dalin në pension në moshën 67 vjetë. Kjo mbetet për të parë, tash si do të realizohet. Po kështu siç është kjo që folëm deri tani, shtohet nga 2 muaj për gjinin femër, derisa të plotësoj moshën 67 vjetë. Ndërsa vjetërsia e punës do të shtohet nga 4 muaj, derisa të plotësohet vjetërsia e punës 40 vjetë, ajo që nevojitet. Sigurisht, kjo krijon probleme, sepse pensionet fillojnë dalin të pjeshme, se ata që s'kanë patur mundësi të kenë sigurime shoqërore për periudhat e mbarshme, është shumë vështirë për të arritur pikërisht. Një grua që sot për shembull është 57 vjeç, që del në pension pas 5 vitesh do dalë 63, ndryshe nga se ka parashikuar. Po, 63 vjet, po. Pra, i duhen 6 vite për dalë në pension, nuk i duhen më 5 vjet. Ndërkohë që i duhen 40 vjet pasaj punë. 40 vjet punë.